Ndëvish një diçka. Unë kam jetu punu me ta dhe si jep drejt vetës me thonë po ka që që mëninëq. E ti për jep drejt për Amerikës, mos u bë pjesë e kësaj propagande. E the, nalë tash, nalë që më ka folin, që më ka bëjt debat me ty. Unë jam ka folin, unë jam të ardis të anolin. The, ma parë, kom shetit në për Kosovë, kom pyt të gjithë e përkrajnë, sa të kanë pagu për këtë propagandë? Ku ke marrë ti qëndrime se për krahin. Dhe e theni, shushuj, më së më falë për emre mund, fund, shënë, më s'ma ishme në shënë. E dyta, jo, nuk ka këtu, se kjo është propagandë rrezikshme. Mirë, të lutem, më së ndërprej, më së ndërhy, shënë, më s'ma ishme. E dyta, the kom hy dhe kom pa opinionin dhe Vjosa Osmani fiton 80%. Ose pyte këto konkretisht, kush kish me fitu? Që unë po ta thëmë. Të gjithë ata që s'kan asgjë trashëgimi nga pjesa që quhet luftë, as morale, as luftarake, nga pjesa që quhet luftë, që ata fitojnë sot. Thujem pse? Sepse, kur kemi hyrë në luftë, zoti Prasheva,